Ambasadori Amerikan në Shqipëri, John Withers, zhvilloi sot një takim me studentë të Universitetit të Tiranës, me të cilët diskutoi për zhvillimin e demokracisë. Zoti Withers nxiti të rinj shqiptar që të marrin pjesë në votime dhe të japin ndihmën e tyre në mënyrë të pandërprer për forcimin e institucioneve demokratike të vendit. Korrespondenti i Zërit Amerikës Iliriana Golli njofton nga Tirana. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, John Withers, nxiti sot rinin shqiptare që të marrë pjesë në zgjedhjet e përgjithshme që po afrohen dhe në forcimin e demokracisë në vend. Ambasadori Withers i bëri komentet si një orë leksioni në një auditor të Universitetit të Tiranës me studentë që erdhën në takimin organizuar nga Lëvizja Europiane e Shqipërisë. Gjatë orës së leksionit, ambasadori Withers ju referua shpesh viteve 60 kur ai ishte edhe vetë student. Really, all of you young people are really the future. Vërtet gjithë të rinjt janë e ardhmja e Shqipërisë, tha ambasadori Withers. What you believe, what you do, what you think, what you hope is what ultimately your country is going to be. Ajo çfarë besoni ju, çfarë bëni dhe çfarë mendoni ju, ajo çfarë shpresoni ju është detyrimisht edhe ajo çfarë vendi duhet të bëjë, theksoi ambasadori amerikan. And my counsel to you is don't allow anyone to tell you that at your age and at your station in life that there should be any limits on any of those things. Këshilla ime për ju është që të mos lejoni askënd që t'ju vendos kufi me idetë, besimin dhe shpresën për të ardhmen që ju keni, thot ambasadori Withers. Shpresat tuaja mund të jenë shumë të larta, mendimet tuaja mund të jenë shumë të thella, thot ambasadori amerikan. Të rinj duhet të ndjekin idetë dhe shpresat e tyre për të ardhmen me të gjithë fuqinë dhe energjinë e vet. Our slogan at that time was, "We want the world and we want it now." Një parullë viteve 60 ishte e duam botën dhe e duam tani, kujton ambasadori Withers. Në atë kohë isha student dhe qarqet studentore zjenin nga debatet për përmirësimin e jetës në Amerikë dhe në botë. Rinia gjithmonë beson se po t'ja lënë asaj vendimet në dorë, bota do të jetë më e mirë. Me gjithë kufizimet e ndryshme, idealet dhe besimi duhet i shtyjnë të rinj që të marrin pjesë në përmirësimin e jetës së vet, thekson ambasadori amerikan. You young Albanians have opportunity to express yourself in the elections that will be coming up this summer. Shqiptarët e rinj kanë mundësinë që të shprehin pikpamjet e veta në zgjedhjet që do të mbahen këtë verë, thot ambasadori Withers, por ajo që mbetet më rëndësishme është ajo se çfarë do të bëni ju mbas zgjedhjeve. Your participation, whether it be in cultural or in political things, is never a one-time thing. Pjesëmarrja kulturore apo politike nuk ndodh vetëm një herë. Ajo është një angazhim i përhershëm që nuk ndalon kurrë, thot ambasadori Withers. And it is forever and it never stops. Të rinjt me autobusa në vitet 60 nuk kishin asgjë tjetër me vete përveç ideve dhe idealizmit të tyre, por ajo çka ata realizuan në të vërtetë solli lëvizjen e të drejtave të njeriut nga Martin Luther Kingu deri te zgjedhja e presidentit të parë afrikano-amerikan Barack Obama. Vetëm të rinjt mund të ndryshojnë vendin e tyre, theksoi ambasadori Withers në takimin me studentët e Universitetit të Tiranës. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.